Horoskopi ditor e martë, 21 korik, 2026. Dashi, gjatë gjithë ditës do të duhet të përballeni me një hënë armiqësore që do t'ju shkaktoj disa probleme të vogla. Duhet të përpiqeni të largoni ata njerëz stresues që nuk ju lejojnë të jetoni jetën tuaj ashtu siç ju dëshironi. Disa diskutime të rëndësishme do të shtyen në ditët në vijim. Demi, fakti që nuk e keni më hënën kundër do të përfaqësoj një avantazh të madh për ju. Dhe do të keni mundësinë të përjetoni emocionet veçanta dhe do t'i ndani ato me njerëzit që ju interesojnë më shumë. Mundohuni të jeni më aktiv dhe të dilni më shumë nga shtëpia. Minjakët, kjo ditë mund të jetë mjaft intriguese për dashurinë. Ndoshta ju mund të keni një dashuri me dikë që e keni takuar vetëm për disa ditë. Yjet do të favorizojnë pikërisht ato lidhje që me sa duket janë jo shumë racionale. Gaforia. Sipas horoskopit të ditës, hëna në kuadrat mund t'ju bëj të humbisni pak energji dhe do të bëj të ndiheni paksa të plogësht. Në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë do t'ishte më mirë të shmangeshin polemikat e kota. Ndoshta një fjalë thjesht e pavend mund të shkaktoj shumë zhurmë. Luani, ndoshta ka ardhur koha që ta shkëputni një herë mirë nga priza, gjithashtu për të rifituar humorin tuaj të mirë dhe për të rimbushur baterit. Nëse keni mundësi hiqni dorë nga gjithçka dhe shkoni me pushime për të zbrazur mendjen nga mendimet e këqija. Virgjëresha, Mërkuri dhe Venusi në shenjë do të mund të sjellin disa lajme të mira. Dita e sotme do të jetë shumë e favorshme për ata që kanë për të përfunduar një marrëveshje. Mund të jetë një shitje ose një çështje që lidhet me punën e pavarur. Peshorja. Hëna do të kaloj përmes shenjës dhe do t'ju bëj më tërheqës dhe magjepsës. Kjo është koha për t'u vënë re dhe për t'u dukur. Ndoshta do të keni edhe mundësi të takoni një person intrigues që mund t'ju vjedh zemrën. Akrepi. Gjatë gjithë fundjavës do të ketë një hënë të bukur dhe që do t'ju ndihmoj të jeni më intuitiv dhe më brillant nga të gjitha këndvështrimet. Ata që janë ende në punë mund të kenë një ide të shkëlqyer që të mund t'i lejoj të bëjnë një ndryshim. Do të keni çdo shans për të dukur edhe për të treguar vlerën tuaj të vërtetë. Shigjetari. Hëna duke kaluar në shenjën tuaj do t'ju bëj të organizoni diçka interesante për fundjavën. Nëse keni personin e duhur pranë jush, mund të organizoni diçka emocionuese ose mund përjetoni disa momente të bukura pasioni autentik. Bricjapi. Ambicia juaj do të rritet në mënyrë dramatike në këtë moment të jetës. Jeni të etur për të dukur mirë në punën tuaj dhe për të demonstruar mirësinë e intuitave tuaja. Ata që do të largohen për pushime do të duhet përpiqen të shkëputen nga priza dhe të mos mendojnë më për asgjë. Ujori, nga pikpamja e emocioneve dhe ndjenjave, Marsi do të konfirmoj këtë moment të mirë për ata që i përkasin shenjës së ujorit. Jeni vërtet shumë seksi dhe magjepsës në këtë periudhë, edhe sepse jeni rrezullit si asnjëherë më parë dhe kjo nuk mund t'ju mungoj atyre që ju rrethojnë. Peshqit. Sipas parashikimeve, kjo hënë stimuluese ju bën padyshim më magnetik dhe më tërheqës gjatë kësaj fundjave. Premton të jetë një fundjavë ku nuk do të mungojnë takimet romantike, por edhe shansi për të takuar njerëz interesant që do të nxisin imagjinatën tuaj.